Në një intervistë në emisionin Aktualitet me moderatorin e Loli, ish-ministri i Shëndetësisë Nert Ndoka komentoi emërimet e reja në kabinetin qeveritar të kryeministrit Edi Rama. Ndoka u shpreh se zgjedhjet e Ramës nuk janë rezultati i një procesi të lirë, por të diktuara nga grupet e fuqishme interesi, duke i cilësuar emrat e rinj si totalisht anonim. Pra, edhe ato prurët ishin më tepër emra anonim, ndërsa pjesa e tjetër, ato ministra që vërtet ja diktojnë edhe Rama, se Rama nuk është shumë komod, pra si mas informacioneve që qarkullojnë një pjesë të tyre i rrinë edhe dhunshëm Rams, apo qarkullon sa nga njëra ministri tek tjetra, apo raste kur ai nuk ka as korajën për televizor fare nga vendi i tyre. Sipas tij, situata është edhe më e rëndë pasi ka ministre që janë emëruar drejt për drejt nga krimi organizuar, çka sipas tij e vendos Ramën në një pozitë vështirë. Megjithatë, Ndoka theksoi se kryeministri pavarësisht kësaj është i detyruar të pranojë këto kushte, duke i dhënë një dimension të ri debatit mbi integritetin e qeverisë së re. Dim që janë grupe të forta interesi, janë disa ministra se emëron nga krimi, dihen tashme ato në mënyrë publike që janë produkte i tyre dhe ja diktojnë rregullat e lojës Rams. Janë disa tjerë që grupet e interesit janë fort pas tyre çfarë ja bëjnë të pamundur edhe vendimarrjen Rams për të shtruar prej tyre. Dhe kjo pa diskutim që lënë një shije të hidhur ndërsi tek qytetarët, tek opinioni, tek pjesa mediatike që i ndjek këto zhvillime. Pra kjo është ajo që unë shoh me një lloj shqetësimit të kjo qeveri e re që nuk pati asnjë gjë të re për hir realitetit.